para se galët fitureshin Napolis. Ky ndërsa gjithë krajina po digje për vlojë, në zjarre dhe në luftë gale. E mbyti lirinë në qytet dhe u bë si një tiran. Duke kujtuar se mbreti, i cili thuaj që dëbuar nga mbretëria prej galeve, nuk do ta kërkonte më të mbante aty për vete as sundimin, as pushtetin. Një turm shumë e madhe për gjithë farfundërinash ishte derdhur atje dhe po derdhej çdo ditë nga lakmia për plaçke e ëmbël, që ai bënte pa pushim në përkrahim. Ato do gjitha kur i mori vesh Skënderbeu. Ja i njoftoi mbretit Ferdinand, të cilin e la bashkë me ushtrinë italiane në fushë, kurse vetë u nis me një fuqi të pakët për të zgjedhur vetëm nga të vetët për tek Fuzian. I kur e pas Skënderbeun që po vinte, i doli përpara, vetë, dhe pasi u largua në ushtarët në një distancë dhe interval të barabartë. Nga të dy anët u takuan për të biseduar njëri me tjetrin. Pari e mori fjalën Skënderbeu, duke u drejtuar shkurt. Fuzian, burri i shquar dhe i pashoq. Nuk dyshoj se ti e ke marrë vesh tani më, që pas shpartallimit dhe kërdisë së ushtrisë gale. I gjithë vendi ka rënë në dorë të mbretit, vetëm ti ke qëndruar aq i ftohtë kundrejt tij. Ta që duke se i kundërshton pushtetit dhe vullnetin mbretëror. Me gjithë më parë, ki qenë mik dhe kapedan i tij. Unë nuk e dija sigurisht se çka ndjenjë dhe mendimi je i shtyrë. Vetë se kjo gjë nuk mund të mos më çudit më tepër. Për Fuziani im, në më dëgjofsh mua, do të mund të kesh, me siguri, shumë të mira dhe përfitime. Dhe më të vërtet, po të duash që të kthesh përsëri në miqësi. Dhe dashurin e mbretit. Gjë që në rast se mendon drejt, duhet patjetër ta bësh. Unë të zëtojmë se me mua përpara dhe me përkrahjen time nuk do të mungojnë. Dana e mbretit nderet, gradat, komandat, mjafton që t'ja dorëzosh pushtetin mbretëror qytetit e Tranit dhe kështjellën e tij. Përkundrazi, në rast se ti ke mendime të tjera dhe qëllime të tjera, në ty po të shpallë po të deklaroj luftë si kundërshtar dhe armik të mbretit. Dhe unë nuk shoh se si mund të shpëtosh morisë dhe zemërimit të tij. Por Fuzianit, të cilin nga simpatia e popullit, nga vetë fati, që i punoi, që i rritur mendja edhe kishte dalë cipa, duhet si u përgjigj Skënderbeut, duke i thënë se s'kish për t'ia lëshuar qytetin e Tranit, mbretit, para se të merrte prej tij plota të gjithë rrogat që i kish hak qysh nga koha, dita dhe ora që kish shkuar tek ai, e gjerë në atë çast. Veç kësaj, ai kërkonte edhe postin e parë pas mbretit. E pas kësaj më fort dëshironte t'ia bënte mbretit kushte të tjera, se sa ti kërkonte dhe këto kushte, të gjitha ishin të kundërshti me nderin dhe marrëdhëninë e mbretit, dhe edhe me ndjenjat e Skënderbeut. Në fund ai shpërtheu edhe në sharje, hyer edhe tallje të shumta kundër mbretit dhe mbretreshës. Skënderbeu, i cili me zori dëgjonte të gjitha këto, mos mund t'i onepste. Ndezur keq nga inati dhe zemërimi, i hodhi duart dhe e kapi. Me një herë pastaj, prapon atje ushtarët Skënderbegas dhe pas një kundërshtim e lëvizje të ushtarëve Fuzianin, i vun prangat dhe e morën me vete, por ai e pa se ishte rob i Skënderbeut. Trembur se mor vinde në vendor të mbetit, kërkoi me një herë nga Skënderbeut kushtet dhe tha se po t'i siguroj prej tij liria dhe paprekshmëria, do t'ja jepte atij lirisht dhe pas një kundërshtim qytetin e Tranit, bashkë me gjithë kështjellën. Si u bë kjo dhe si u dha besa, Skënderbeu, bashkë me forcat e veta. Hyri me qetësi dhe me mënyrë paqësore në qytet. Mori në dorë zotërimin e tij dhe vure atje një roj shumë të fuqishme, ndërsa Fuzianin e liroi nga prangat dhe e la të lirë. Duke i hipur një anije bashkë me tërë rendit dhe familjarët në e vet, dhe duke u larguar nga Skënderbeu me nderime dhe dashmirësi të madhe, ai doli prej portit të Tranit, duke lundruar për siç e li. Kastrioti përkundrazi fillimtar, u bashkua me ushtrinë e mbretit. Pasi u vu kudo sundimi dhe pushteti i mbretit, dhe u sigurua paqja dhe qetësia gjithë mbretërisë dhe fronit, dhe pasi pushtoi çdo frikë dhe turbulli në krajim, mbreti bashkë me Skënderbeun, si vendosën në paroje të fuqishme, kudo në përvend. U kthyen pastaj që të dy me ngadhëzim në qytetin mbretëror. Ndërkohë, arritën për tek mbreti Ferdinand dhe për tek Skënderbeu, për të shprehur përgëzimet e veta të pazakonshme dhe me dhuratat e peshqeshe shumë të mëdha për faqësonjës të Papa Piut, të dukës së Milanit dhe thuaj të gjithë princerëve të Italisë. Por e vërteta është se Papa
dhurata shumë më të mëdha dhe shumë më të çmuara. Ja dhuroi së pari princit të Arbrit, dhe me të vërtetë, aja mbushi dhe ngarkoi atë, jo vetëm me arë argjend e me sënde më të mira të tjera të përkëshme, por e nderoi edhe me privilegje shumë të mëdha dhe me më të mira të tjera shpirtërore, duke i dhënë fjalën se kur të hidhej në Epir e në Maqedoni, bashkë me një fushatë dhe ushtri të krishterë kundër turqëve, jo që ishte zëtuar se do ta bënte brenda një kohe të shkurtuar. Jo vetëm që do t'i bënte kurorën, e do ta shpallte mbret të Epirit, të Maqedonisë, të Tharkisë dhe të gjithë Romës së re. Por do ta vinte edhe në krye dhe përpara gjithë ushtrisë së krishterë dhe gjithë forcave të kryqëzatës. Kur morën fund edhe këto, po mbushej një vit që kur Skënderbeu ishte hedhur bashkë me forcat e veta në Apuli, duke parë se i kishte dhënë fund luftës në Apuli. Se kishte vendosur mbreti Ferdinand në fronin e në fuqin, se dhe gjithë çështjet e tjera të krajinës, i kishte zgjidhur ashtu siç ja dëshironte zemra, duke dashur nga ana tjetër që të kalonte ditën e të kthej përsëri në Epir, bashkë me ushtërinë e vet. Pati më parë një bashkëfjalim të gjatë me mbretin, dhe shumë shpejt. Pastaj Ferdinandi, para se të ndajë me Skënderbeun, thiri në një mbledhje të gjithë krerët dhe kapetanët e kampit, dhe foli kështu: "Megjithse unë jam falur dikur emrit tënd, o princi i nderuar Skënderbeu. Prapse prapi unë po të falem ty sot, si asnjëherë tjetër, sepse unë pash dhe provova vetë me sytë e mi në punë, e sipër më shumë dhe më tepër nga ç'ton dhe nga ç'tregojnë zakonisht për ty. Dhe s'është çudi kur ti e ke zanafillën nga stërgjyshërit e nga një vend i tillë, siç është sigurisht Epiri i pamposhtur, apo Arbëria e quajtur dikur Maqedoni, në të cilën kanë lindur e lulëzuar gjithmonë sa prijës, nga më fisnikët e nga më të pathyeshmi, sa udhëheqës sa kapetan, nga më kryetrimat e më energjikët, të cilët duke luftuar me repsinë më të madhe, shtruan dhe mbar botën. Këtyre pastaj u azonën vendin me radh paraardhësit e tu. Dhe ti, o princi i pathyeshëm, i dërguar nga Zoti dhe i zbritur, si të thuash nga qielli, me qëllim që të bëjnë gjithë këto vepra të ndritura dhe gati të pavdekshme për çështjen e krishtërimit, dhe të mbrojnë e të lartësojnë besimin katolik dhe ortodoks. E shte përmend më parë për ty, o princi i ndritur, dhe për veprat e tua të fort të ndritura, se ti si i dhën peng fare fëmijë nga prindërit yt. Bashkë me vëllezërit e ty pranë Muratit, sundimtarit të turqëve, dhe emëruar pas pak prej ti kapetan ushtrie, i shpartallove dhe u dhe dërmësh ushtarëve më të fuqishëm të armiqve, në Azi dhe në Europë. Se si ti para, po ati sundimtari otoman. I ndërsyre në ndeshje 1-1, nga burat më të forta, dhe nga kapetanët më trima, ja arrite kurdoherë një fitore të shkëlqyer dhe të pashoqe, se si ti me zgjuarsinë dhe urtësinë tënde të radhë, u shpëtove kurdoherë me trimërinë më të madhe dhe me mënyra më të shkëlqyer gjithë pusive të kundërdisura dhe kurtheve të fsheta, që ai pas zhduku më parë me helm vëllezërit e tu, i ngrinte për herë më shpesh kundër teje, dhe se si ti me atë mjeshtërinë tënde të pashoq, dhe me lartësinë e shpirtit tënd të pathyeshëm, ja shkpute ati nga duart brenda një kohe të shkurtër, të mbretërinë tënde stërgjyshore dhe atrore, dhe u bëri për bukuri vetë Zoti i saj, se si ti me një grusht të vogël, që ta them kështu, u dhe aratin gjitha atyre ushtarëve, nga më të fuqishmit, dhe nga më të mëdhat, dhe gjithë forcave të panumërt edhe ti, se si e kape dhe i vrave kapetanët dhe komandantët e ti, dhe se si u shpure më në fund vetë prijesin Murat, turur kundër teje me tërë forcat e veta, shumë të mëdha, në një vdekje të mjeruar dhe shumë të turpshme. Përveç këtyre, se si i dërmove, ti në luftë ushtarët shumë të mëdha dhe shumë të forta të Mehmetit, i cili u ka sjell gjithë këto të zeza dhe dëme, aq të mëdha, u ka bërë gjithë ato padrejtësi, u dha. Të krishterëve dhe besimit katolik, këto të gjitha, unë i lëmënjan. Ti, o princ Skënderbeu, ja i.
që sipas pohimit tënd dhe po thuaj i të gjithë shokëve të tu, të cilët kanë marrë pjesë ka hera bashkë me ty në të gjithë fushatat dhe betejat. Ke vrarë vetë me dorën tënde, duke luftuar mbi 3000 turq. Unë them motrimi trimave se askush s'ka parë ndonjëherë një njeri më të gatshëm dhe më të shpejtë se ty në një betejë të stoishme dhe të pandehur. Në këtë rast, mua më kujtohet se ti ke thënë shpesh që nuk duhet lavdëruar me asnjë mënyrë numri i madh i atyre që komandojnë, sepse shtetet për shkak të mendimeve të ndryshme dhe të mos pajtimeve kanë pasur shpesh mjerime të mëdha. Sidomos në kohë lufte dhe ngjarjesh të papritura, kur duhet vepruar me shpejtësi, gjersa nevojat e luftrave nuk presin këshillime dhe ngurimet e njerëzve. Prandaj ti e krahason zakonisht morinë e komandonjësve dhe hegemoninë e një të vetmi me 2 shtasë, ka të cilat njëri kis shumë kokë, kurse tjetri vetëm një. Këto shtasë, duke u shmangur shigjetave të gjyhetarëve, u futën në trungun e një druri skërbonjë, aku nuk mund të nxirreshin, ndryshe veç duke vënë zjarrin e duke djegur tru. Shtaza që kishte një kokë, për shkak se u mundua e një herë e shpejtë, mori aratin dhe u tërhoq në një vend të sigurt. Përkundrazi, ajo që kishte shumë kokë, duke u menduar për një kohë të gjatë, se me shmënyrë të shpërndët, i lau e sapët me një herë, e rëmbeu nga zjarri. E njëjta gjë thua ti ngjet edhe me Republikën apo demokracinë, të cilat shëmbën e perëndojnë, duke u rënuar nga zgjatja pafunde e mendimeve dhe këshillimeve. Prandaj për ty është gjithmonë shumë mirë, po të jetë, si e gjithë drejtimi bën nga një krye i vetëm, shumë i ditur. Ti je ai që sa herë të ka ndodhur të poleshesh me armikun në fushë të hapur e me flamujt përpara të shpalosur. Por unë po lë mënjan, o princ i pathueshëm, mërit të tua të tjera, burërore dhe vepra të tjera të shumta, dhe gati hynore të cilat të do shkonte gjatë i përmendje. Me këto ti i vetmi në shekullin tonë, mund të matesh padyshim me tërë lashtësinë. Po vimë në fund tek ato që pak më parë i pash vetë mirë me sytë e mi. Kur ti o princ i pathueshëm erdhe fluturimthi në përdet, këtu tek ne, duke lënë mënjan çdo vonesë, armiku, i cili na kishte rrethuar me pajisore dhe ushtri nga çdo anë. Mori aratin vetëm se dëgjoi emrin tënd, para se të shikonte në sy, duke lënë rrethimin e qytetit. Kjo e tregoi të gjithëve frikën që pati ai prej teje. Pastaj, duke ndjekur atë me trimërinë tënde të pashoqe dhe me përvojën tënde të rrallë, si edhe me trimërinë e pabesueshme të kapetanëve dhe të ushtarëve të tua, ti e theve e dërmove dhe ja arrite me fitorie dhe triumfi të shënuar kundër ti me beteja të rregullta dhe me flamuj të shpalosur në fushë të hapur. Mua më vure përsëri me nder, me lavdi e me madhështit pa zakon në frontin mbretëror, më solle përsëri paqen e qetësinë në të gjithë mbretërinë dhe shtetin tim. Prandaj unë nuk shoh se me çfarë të mirash, me çfarë shpërblimesh, me çfarë çmimesh, me çfarë derimesh dhe me çfarë gjërash të tjera të merituara mund të përgjigjesh shërbimeve të tua, kaq të shumta dhe kaq të mëdha ndaj nesh. Nuk di se me ç'mënyrë mund të shfaq ndonjë shenjë të mirënjohësimi. Kështu mbretërinë dhe pushtetin tim, çdo gjë që do më ndodhte, çdo gjë që kam apo zotroj, çdo gjë që do të kem pasi të ndahem nga kjo jetë prej Zotit, unë e lidh me ty. Ty do të kem gjithmonë në vend të shpëtimtarit dhe të prindit. Të gjithë gjërat tona, akoma edhe jetën, shpirtin vet. E nëse dash më lart edhe më fuqishme, fshir në të, quaj se janë në dorën tënde dhe në zotrimin tënd. Gjithë fuqia dhe mbretëria jon qoftë gjithmonë e përbashkët me ty dhe me njerëzit e tu. Asgjë mos qoftë ndar e veçuar prej teje, pushtetit dhe mbretëruarit, për njërin dhe tjetrin nga ne të dy le të jetë i përbashkët
i ndarë në pjesë dhe proporcione të barabarta. Pasi u dha fund këtyre fjalëve, mbreti u vendos premtime falëndërimi, lutje dhe publike, duke shtruar dhomat e duke vënë përpara dyerve qemtar me zjarr. Me këtë kremtime u gadit doli e mori pjesë gjithë qyteti. Gjithashtu edhe ceremonitë të tjera ujnore u bën për paqe, si falëndërim, përfitore ndaj Zotit të Madh e të Pavdekshëm. Pas këtyre u zhvilluan lodra gishtarësh, deshje gjithfarëse, gjuajtje dhe sejire të tjera. Pasi mbaruan të gjithë këto punë, mbreti i nderoi dhe i ngarkoi pothuaj të gjithë ushtarët skënderbegas, secili një për një, me dhurata dhe peshqeshe të ndryshme. Por veçanërisht Skënderbeun, të cilin e quajnë gjithmonë teje tutje dhe baba. Këtij për shkak të dashurisë së veçantë dhe të mirësisë së radhë, i dha si dhuratë përveç një sasie të madhe ari dhe argjendi, edhe kuaj italie të pajisur me pancira apo të mbuluar në hekur dhe armë të tjera, dhuratat ushtarake të ralla dhe të shmuara, qytetin e Tranit dhe në fund edhe 2 kështjella shumë të njohura dhe të fortifikuara në mbretërinë Apulis. Nga këto, njëra quhet Mali i Gargan, ku ndodhet qyteti i fortë i dëgjuar, Simpotum, dhe faltoria e ndërrueshme e ndërtuar për nder të shenjtit Mikael. Tjetra përkundrazi është ajo që quhet e Shën Joan Rotundit. Këtë qytet, këto kështjella, bashkë me tërë rrethin e tyre, mbreti ja dha vetiu Skënderbeut dhe bijeve të pasardhësve të tij për t'i patur në zotërim dhe për t'i gëzuar përgjithmonë. Pasi u arrit paqja me gjithë krajinën e Daunis dhe të Apulis, për tokë e për det, dhe pasi dërgoi më parë në anijet dhe tririmet që ishin në portën e Tranit, pjesën më të madhe të ushtrisë dhe të ushtarëve të tij, Skënderbeu nda me mbretin me të puthur dhe të dëndura që i jepnin njëri tjetrit dhe me lot në sy, që u shkonin rrëket të dyve. U përcjellën nga princerët më të shumt dhe nga satrapët e mbretit, përmes daunisë së gëzuar, jo më pak për paqen se sa për fitoren, ndërsa për ta nderuar u derdhan jo vetëm qytetet, por edhe turma fshatarësh e katundarësh, që rrethonin rrugët, arriti pranë detit në liman dhe u hipi anijeve si triumfator. Dhe pasi priti për një lundrim të mirë erën e mbar, u nis pastaj më njëherë nga brigjet e Apulis dhe arriti bashkë me tërë ushtrin shëndoshë mirë, me anijet që po dinin pjesërisht në limanin e Durrësit, pjesërisht në një farë limani që quhet nga banorët Kepi i Lakut, që këndej pasi zbritën në tokën dhe u vunë në rrugë të gjithë forcat, duke ngarë përmes Epirit të porritur si asnjëherë dhe me aharje nga qytetet e fshatarët që ishin derdhur nga çdo anë. Ai arriti të tërgaz e gëzim në qytetin mbretëror të Krugës, ku çdo gjë e gjeti të gëzuar e të lumtur. Për gëzime të reja çdo ditë dërgata të reja dhe dhurata e peshqeshe nga shokët, nga mbreti e princerit, po i vinin atij pa pushim. Dhe ky në fund, që fundi i luftës apuliane në vitin e 17 të mbretërisë së Skënderbeut, fundi i shënuar e plot gëzim.